Po ndoshta edhe pak fati keq që ka përndjekur. Fadel Vokri, legjenda e futbollit në Kosovë, thoshte fati duhet provokohet. Kështu që ai më duket shumë i panegosjueshëm, më duket sikur Silvinjo nëse ja jep një kritik ose një këshilla, më duket sikur e merr kontra, sikur i ulet burrnia. Më duket çfarë si lloj futbollisti që mu më bën shumë nervoz, se është një super talent. Unë menoj që Broja është futbollisti me talentin që e ka futbollisti më i mirë histori që e kam pa unë. Po flas prej që kam lind deri tash se unë s'ko mujt me i pa ata viteve ta 80-ta e 90-ta. Nga lojtarët shqiptar. Nga lojtarët shqiptar, forcat që e ka, talenti e tjerë. Mirë po, këtu është i papërpunum. Vje shumë keq. Që unë dua të di edhe për një tjetër temë të nxehtë, si qytetare në Kosovë, por edhe si një gazetare në media, për Europianin e përbashkët Shqipëri-Serbi që do të bëhet në vitin 2027. Çfarë qëndrimi mban për këtë? A duket pak lojë politike apo sportive më shumë? Këtu, domethënë, është vendimi që na ka lëndu krejtëve. Unë patjetër që duhet edhe do me na ra dhe më shumë, nuk na pranon si shtet. E mohon gjenocidin, dhunimet edhe plot gjana që i kanë bo. Kështu që se kuptoj qysh më organizu një kampionat me një shtet, mas parë me një federat, ku e kam thënë aty sfilojnë, hynë edhe dalin kriminalat më të ndaj që kanë bo shumë dëm të madh në Kosovë. Nuk e di unë e di, okej, është i vetëdijshëm duka, po më duket është duke e mohu një gjë të tillë. Nëse